Ambasada amerikane në Tiranë ka shpërndar një mesazh të rëndësishëm për të gjithë shtetasit që kërkojnë të udhtojnë drejt Shteteve të Bashkuara. Në postimin e saj, ambasada ka ndarë mesazhin se një oficer konsullor mund të refuzojë aplikimin për vizë nëse ata nuk besojnë se personi që aplikon nuk do të ndjekë rregullat përkatëse. Njoftimi thekson mëtej se është përgjegjësia e udhëtarëve që të përdorin vizën e udhëtimit në mënyrë korrekte. Njoftimi i plot është përgjegjësia juaj ta përdorni vizën tuaj në mënyrë korrekte. Disa aktivitete që lejohen me një vizë vizitori B1 B2, turizëm, pushime, blerje, vizë tek miq ose të afërm, takime me bashkëpunëtor biznesi, pjesëmarrja në një konvent ose konferencë, aktivitete. Aktivitete që nuk lejohen me një vizë vizitori B1 B2, turizëm lindjeje, udhëtim me qëllim kryesor lindjen e fëmijës në Shtetet e Bashkuara për të marrë shtetësinë amerikane, punë që rezulton me pagesë nga një punëdhënës ose biznes amerikan, studimi për një diplomë ose kredite akademike, performanca të paguara. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.